Mjeku me urdhër të prerë, mos i ndani asnjëherë në dy pjesë ilaçet që pini, ja pse. Me siguri edhe juve ju ka ndodhur që të ndani në dy pjesë kokrat e ilaçeve që pini, kur e dini se nuk është e nevojshme. Për shkak të madhësisë së tyre ose edhe shijes së keqe, ndarja në dy pjesë mbase ju është dukur mënyra më e lehtë përpara për dy pjesë. Ka raste kur kjo ndodh më tepër te të vegjëlit që ja cuptojnë ilaçin dhe e bëjnë në pluhur dhe e përziejnë me ujë. Por ja që kjo është një mënyrë shumë e gabuar. Sipas farmacistëve, ju nuk duhet të përdorni më kurrë këtë metodë për disa arsye. Së pari, ka disa ilaçe që janë të veshura me një shtresë që nuk shihet me sy të lirë, por shërben për faktin se ilaçi të mos përhapet në stomak menjëherë. Nëse kjo ndodh, shkakton acarime dhe iritime të stomakut. Në raste të tjera, shtresat e tjera të ilaçeve shërbejnë për ta shpërndarë ilaçin në trupin tonë në mënyrë të ngadalë dhe jo të menjëhershme. Nëse i ndani në dy pjesë ato, atëherë kjo shtresë shkatërrohet dhe mund të shkaktojë efekte anësore dhe dëmtime serioze, ndërsa metoda që zgjidhni për të vegjëlit, pra shtypja e ilaçit mund të jetë më e rrezikshme, pasi përbërësit e saj mund të bashkohen me bakteriet e mjedisit dhe në këtë mënyrë rrezikohet edhe jeta juaj. Është më mirë që ilaçin ta pini ashtu siç është dhe ta shoqëroni gjithmonë me ujë për të evituar këto keqpërdorime.